Historia më e tmerrshme e futbollit e dëgjuar ndonjëherë. E qelluan 6 herë në kokë dhe e dini pse? Tani po ja u tregoj. Është një histori e vërtetë e ka ndodhur në vitin 1994. Si gjithmonë kush është rastësisht nëse nuk e keni bërë ende lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashk. Në vitin 1994, gjatë kampionatit botëror, luante Amerika dhe Kolumbia. Por përpara se t'ju them këtë, pra për sa i përket ndeshjes, do t'ju flas për një lojtar. Ai quhej Andreas Escobar. Andreas Escobar kishte lindur në vitin 1967 dhe ishte një lojtar i mirë, le të themi. Ishte një lojtar i mirë. Mirë po, ai kishte disa, le të themi, disa lëvizje që ndonjëherë e kritikonin shumë. Në fakt, gjatë kampionatit botëror e kishin kritikuar disa herë, por ajo që ndodhi atë mbrëmje ishte krejt ndryshe, sepse kjo shënoi jetën e tij. Andrea kishte bërë shpak gola, pra gjatë karrierës së tij, sepse nuk ishte në sulm. Ai ishte një mesfushor. Dhe në vitin 1994, pra në datën 22 qershor, luaj pra kjo ndeshja mes Amerikës dhe Kolumbisë. Mirë po, ajo ndeshje do të shënonte në qoftë se Kolumbia do të vazhdonte për kampionatin botëror ose do të eliminoj. Pra, aty duhet të fitonin me sesbën. Dhe të gjithë lojtarët mundoheshin me fjalë u sfilitën. Gjatë gjithë ndeshjes u sfilitën, sepse kërkonin me çdo kush që të luanin dhe të shënonin. Mirë po, në një moment të saktuar, teksa Amerikanët bërën disa sulme, dihet që prej kohërave antike që Amerikanët në futbollin normal, atë që luajnë evropianët, nuk janë kaq të mirë. Në fakt edhe atë mbrëmje nuk është se ndriçuan. Në fakt mendoj që Kolumbia, duke qenë një nga skuadrat më të mëdha dhe më të rëndësishme të asaj kohe, ende sot bile, do fitonte. Në fakt ata në sulm për herë kishin disa shanse. Mirë po, ajo që ndodhi më vonë ishte e ndryshoi komplet. Pra, jo vetëm skuadrën kolumbiane, por edhe gjithë kampionatin botëror. Pse? Sepse Andreas Escobar, teksa Amerikanët po sulmonin, ai duke u kthyer mbrapa, sepse sulmi bëhej qoftë nga ata, por qoftë nga këta dhe lëviznin që të gjithë, me fjalë kur bënin ata sprint dhe sulmonin, vinin që të gjithë Amerikanët drejt portës kolumbiane. Po njëkohësisht edhe kolumbianët shkonin të gjithë së bashku nga porta amerikane. Pra kur lëvizin të gjithë sepse ishin minutat e fundit. Dhe mos gaboj në minutën e 80, teksa erdhi topi, ai sepse bën cross njëri nga amerikanët dhe do shkonte topi tek një nga sulmuesit. Dhe Andreas e goditi topin që të mos shkonte tek tjetri, pra aty ku ishte dërguar topi. Mirë po, ajo i shkaktoi autogol, sepse portieri u hodh nga ana tjetër sepse mendonte që lojtari që ishte nga krahu i majt do godiste topin me kokë ose me këmbë dhe ai lëvizi nga krahu i majt. E kështu porta u gjend bosh dhe Andreas Escobar bëri autogol. Autogoli ishte i tmerrshëm, kaq banal, kaq haptazi dhe saqë bëri që të tërbohesh gjithë tribuna. Gjithë njerëzit u ngritën këmbë, madje edhe amerikanët filluan që të qeshnin me të madhe, gjatë gjithë kohës derisa mbaroi ndeshja. Kjo shënoi pra jetën e lojtarit. Një lojtar që thashë nuk ishte kaq brillant, por ishte një nga lojtarët e mirë. Megjithatë, ai ndjej keq dhe kur shkuan që ta intervistonin, as që nuk kërkoi, me fjalë nuk foli asnjë fjalë dhe filloi nuk ju mbushën syt me lot aty, por më vonë, por aty uli kokën dhe tha nuk kam asnjë koment. Dhe aty duhej që ai diçka të bënte, sepse njerëzit janë ignorant. Ka njerëz që janë ignorant, bile pjesa dërmuese e njerëzve janë ignorant. Përveç se nuk informojnë, por në mendjen e tyre hyn disa ose futen disa ignoranca që ti nuk ja heq dot. Dhe mjaftojnë disa gjëra të vogla, për shembull në atë rast, ai kur bëri intervistën, mjaft që të mallingjej, për shembull, sepse filloi të qante pas telekamera, ai mund të qante aty. Dhe nëse do qante aty, unë besoj që ai do të ishte ende gjallë.
Sepse çfarë ndodhi? Ai për një javë ndejti brenda. Nuk doli asnjëherë jashtë. Brenda shtëpisë, brenda 4 mureve, ndonse i thoshin për shokët që të dilte dhe të argëtoj e të takohesh me shokët. Sepse u eliminuan. Dhe ai ç'bëri pas një jave, me fjalë në datën 1 korrik, më falni, në 1 korrik të vitit 1994, disa shokë e ftuan për të pirë në një lokal. Dhe ky shkoi tek ai bari, piu së bashku me shokët, por nuk është se u de. Keni parasysh nga një birë të vogël kështu dhe ul në një cepës aty. Disa që ishin aty prezent filluan që të talleshin me të. Autogol. Dhe ai donte që të ngrihej. Shokët e mbajtën aty, i tha, mos u mërzit, ajo kështu e kanë njerëzit. Mirë po, ajo që ndodhi më vonë është akoma më e çuditshme, bile më mistershme dhe tmerrshme, sepse shokët e tij një nga një ishin 5-6, një nga një filluan që tiknin për shpira, dhe mbetën vetëm këta të dy që kishin ardhur me të njëjtën makinë. Dhe kur dolën jashtë, makinat ishin një në një anë të barit dhe tjetra nga ana tjetër e barit, pra ishin distant mes njëri tjetrit. Këta të dy hipën makinës dhe ikën, dhe ky mbeti vetëm kur u fut në makinë. Dhe ishte ora 3 e mëngjesit, me fjalë ishte vonë. Kur 3 njerëz dolën kështu nga hiçi në mesin e natës, të mbuluar me kapuç ata, dhe njëri prej tyre ju afrua, sepse dy i rrethuan, njëri nga ana tjetër e makinës dhe ky nga ana këtej, pra përballë tij. Dhe nxori pistoletën dhe e qelloi 6 herë në kokë. Dhe teksa e qellonte, i thoshte gol. Ky pra që e qelloi. Më vonë policia shkoi aty të shohin, me fjalë trutet e ishin spërkatur gjithandej. Dhe bën ekspertizën, pan njerëzit që ishin aty, bën hetimet dhe në fund fare gjetën atë që kishte vrarë. Dënuan 45 vjet burg dhe të tjerët me më pak, por sidoqoftë kur e pyetën se përse bëri këtë gjest, dhe ai tha sepse shkatërroi Kolumbin. Nuk e dim kuptoni apo jo. Shkatërroi Kolumbin, me fjalë ai një autogol, një lojtar. Si gjithë të tjerët luan, bëhen gabime, çdo kush bën gabime dhe unë mendoj që edhe ai që e qelloi, kush e di sa miliarda gabime ka bërë në çdo hap që ka hedhur, sepse një njeri që qellon padyshim ka bërë miliarda gabime, dhe shkon dhe gjykon dikë tjetër që s'ka lidhje fare që të gjykoj atë. Fare. Po ti ishte aq i Zoti le të shkonte të luante ai futboll. Pra, nëse nuk është i Zot, mbyll gojën dhe të ri atje. Dhe kjo është pra historia e çuditshme e Andreas Escobar. Dhe ende sot kujtohet sepse sa herë që luan Kolumbia, ka disa nga lojtarët që kanë frikë. Kanë frikë kur ka sulme. Në fakt ata shpeshherë nëse keni vënë re, jo vetëm kolumbianët, por edhe meksikanët nëse keni vënë re, kur vinë topat nga larg, ata çfarë bëjnë? Nëse nuk arrin dot, struken ose ulen. Pra nuk bëjnë që të shkojnë me fjalë ta prekin topin se kanë frikë se mos futet autogol dhe dikush mund t'i vrasë. Ende sot po flasë, ende sot. Dhe ndaj dhe kujtohet dhe sa herë që bëhet kampionati botror në Kolumbi, me fjalë që merr pjesë Kolumbia, shumë nga këta lojtarët që marrin pjesë kujtojnë gjithmonë Andreas Escobar. Ju çfarë mendimi keni për këtë ngjarje makabre? Pres komentet tuaja dhe kalofshi një të diel të këndshme. Më thoni nëse edhe në Shqipëri, Kosovë, Maqedonia, Mallzi, gjatë ndeshjeve të rëndësishme ka bërë dikush autogol. Që ta kujtojmë kështu dhe të qeshim, sepse këto janë lojra. Lojra që dikush fiton, dikush humbet. Sot fitojmë ne, nesër humbasim e kështu me radhë. Kalofshi bukur.